Mirë, po kushti kryesor të kafshët është nisabi. Nisabin keni folën më herët, ai kufini i poshtëm që do të më qenë të numrat kvota minimale e pronësisë së kafshëve. Po. Tash secilla prej tyre edhe devet, edhe lopt, edhe dhënë këtë rast e kanë kushtin e vet. Tash flasim unë më fort. Edhe kanë të ndryshëm, po kanë numra të ndryshëm. E kanë edhe haulin që është 1 vit me nejt, kjo është sigurisht pasurit tjera që ndryshon pastaj me ato drithrat. Te kafshët është e kërkuar domthon 1 vit me qëndru, po është një kusht tjetër interesant se e me i thon gjuhën arabe që të kullosin shumicën e vitit në kullosat tjashme. Domthon mos me qenë të ushqymen në fermë, mos me ushqy vet ai pronari i fermës, mos më lodh, po i lëshon. Kur të nën që është në shalën e Vajgurës është e njoftnë kjo, në pjesë madhe të mujve i lëshojnë me kullot nëpër livadë kështu nëpër male, kështu që kjo është që hyn, nëse kjo hyn kategoritë zekatit. Kategoritë që hyn kategoritë. Është kusht shumë e rëndësishëm, më shumë se 6 muaj me kullot jashtë. Ndërkohë që nëse dikush i ka në fermën e vet edhe nuk i lëshon për mu kullos jashtë, që mund të ketë nështë edhe për qumsh ose për riprodhim e kështu me radhë. Por ushqimin ja përgatit vet, edhe nëse ka sasinë e madhe të kafshëve, këta përjashtohen për i dhënje zekatit. Faktikisht ta nuk hyn në zekat për shkak se e humbin këtë kushtin që me qenë 6 muaj apo më shumë se 6 muaj me kullot në natyrë.